Pasditja e së hënës kishte rënë mbi vilën e madhe si një perde e rëndë heshtjeje, por brenda saj qetësia nuk ekzistonte. Renata si la ngjitej ngadalë shkallëve të gjata prej mermeri, duke mbajtur kovën dhe leckat e pastrimit pranë trupit, ndërsa çdo hap i saj shoqërohej nga një tingull që i shponte zemrën. Ishte një e qarë e dëshpëruar foshnjash, e fortë, e lodhur, pothuajse e dhimbshme për t'u dëgjuar. Zëri i tyre përhapej nëpër korridoret e gjata të shtëpisë si një lutje që askush nuk po arrinte ta kuptonte. Ajo punonte në atë shtëpi vetëm prej disa javësh, por ende nuk ishte mësuar me atë vuajtje të përditshme. Binjaket e vogla qanin pa pushim. Kishte ditë kur qanin për orë të tëra, derisa edhe muret dukeshin sikur dridheshin nga zëri i tyre. Renata ndaloi në mes të shkallëve dhe fshiu djersën nga balli, duke përshpëritur me dhëmshuri për veten. Ato fëmijë nuk meritonin të jetonin në një dhimbje të tillë. Në korridor u shfaq Rafael Ferazi, pronari i shtëpisë. Dikur kishte qenë një burr elegant dhe i sigurt, por tani duke i humbur. Sytë i kishte të fundosur nga pagjumësia, flokët të çrregull dhe lëvizjet e tij të pasigurta i jepnin pamjen e një njeriu që kishte harruar si të merrte frym normalisht. Ai thiri Suelën, kujdestaren e vjetër të familjes, e cila erdhi me nxitim duke mbajtur një blok të vjetër shënimesh në dorë. Ai fliste me zë të thyer. Thoshte se vajzat nuk kishin fjetur si duhet prej shumë kohësh dhe se nuk dinte më çfarë të bënte. Suela përpiqej ta qetësonte, por edhe ajo dukej e lodhur nga situata. Renata qëndroi në heshtje duke dëgjuar. Dhimbja në zërin e atij babai i kujtoi plagën e saj më të thellë. Ajo kishte humbur një foshnjë para se të lindte dhe e dinte mirë çfarë do të thoshte të ndiheshe i pafuqishëm përballë vuajtjes së një fëmie. Pak më vonë Rafaeli mori telefonin dhe foli me një mjek tjetër. Zëri i tij u ngrit, plot dëshpërim. Kishte shpenzuar pasuri të tëra me specialist dhe askush nuk gjente arsye pse binjaket qanin pa pushim. Kur mbylli telefonin, goditi murin me dorë si një njeri që po luftonte me veten. Pas pak ai u largua me nxitim nga shtëpia për t'i çuar vajzat përsëri në spital. Porta e madhe u mbyll dhe për herë të parë gjatë ditës vila mbeti në heshtje. Renata mori frym thellë. Nuk ishte lehtësim për punën, por për faktin që foshnjat kishin një moment paqeje. Kur u ngjit për të pastruar katin e sipërm, ajo ndaloi para dhomës së binjakeve. Aroma e pudrës së bebeve dhe ilaçeve mbushte ajrin. Lodrat ishin të rregulluara me kujdes, por pothuajse të papërdorura. Diçka e tërhoqi brenda. Mori një rrobë të vogël roz me figura lepujsh dhe e shtrëngoi pranë gjoksit. Kujtimi i fëmijës që kishte humbur ju kthye si një plagë e hapur. Kur dëgjoi portën të hapej, u tremb dhe nxitoi të dilte. Në nxitim rrëzoi një shishe parfumi. Ndërsa mblifte copat e xhamit, Rafaeli hyri në dhomë me një nga vajzat në krah. Foshnja ishte e skuqur nga të qarat. Edhe tjetra në karrocë bërtiste me një zë të mprehë. Pa menduar, Renata zgjati duar. A mund ta mbaj pak? Ai ishte aq i lodhur sa nuk kundërshtoi. Ja dha foshnjën. Heshtja ra menjëherë. Elena ndaloi së qari sikur dikush të kishte fikur një ndërprerës të padukshëm. Sytë e saj u hapën dhe u ndalën mbi fytyrën e Renatës. Pas pak u qetësua dhe u përkul në gjumë të thellë. Edhe Sofia u qetësua sapo u afrua pranë saj. Askush nuk fliste. Ishte diçka që nuk shpjegohej. Në atë moment në derë u shfaq Dorkasia Drumi. Elegante, e përkryer dhe me një autoritet të ftohtë në qendrim. Ajo u ndal kur pas skenën. Foshnjat që flinin dhe një pastruese që kishte bërë atë që ajo nuk kishte arritur për muaj të tërë. Ajo kërkoi të fliste me Rafaelin në korridor. Me fjalë të kujdesshme filloi të mbillte dyshime. Pyeti për higjienën e Renatës, për rrezikun e infeksioneve dhe për pasojat e mundshme. Lodhia e bëri baban të lëkundej. Ai gjithmonë kishte besuar tek ajo. Kur u kthye në dhomë, ai falenderoi Renatën, por i kërkoi të mos prekte më vajzat. Zemra e saj u coptua. Ajo i vendosi foshnjat me kujdes në krevat dhe u largua në heshtje. Kasia nxori 2 shiringa nga çanta, duke thënë se do të aplikonte ilaçin ndërsa ato flinin. Renata ndjeu një shqetësim të pashpjegueshëm dhe doli nga dhoma. Në korridor dëgjoi mjekën të përshpëriste se dikush pothuajse ja kishte prishur gjithçka. Ditët që pasuan u bën më të rënda. Foshnjat filluan të qanin edhe më shumë. Ilaçet shtoheshin, por gjendja përkeqësohej.
Renata vuri re një shishe bosh qetësuesi në kosh dhe nuk kuptonte pse, nëse ilaçi duhet t'i ndihmonte, ato bëheshin gjithnjë e më keq. Së bashku me Suelen filluan të vërenin një model të frikshëm. Sa herë që Dorcasia vinte dhe jepte ilaçin, pas pak kohe krizat e të qarave fillonin më fort se më parë. Shënimet e kujdestarës e konfirmonin. Një mëngjes Suela pa diçka që i ngriti gjakun. Mjekja kishte futur një shiring në shishen e ilaçit dhe kishte shtuar një lëng të padukshëm. Madje kishte provuar një pikë në gjuhën e saj për të kontrolluar shijen. Dyshimi u kthye në frikë. Renata kuptoi se duhej të gjente prova përpara se të fliste me Rafailin. Nga dritarja pa mjeken të hynte në dhomë pa kontrolluar fare foshnjat, duke manipuluar vetëm shishet e qumështit. Kur ajo u largua, Renata dhe Suela kontrolluan ilaçin. Kapaku ishte i dëmtuar, i hapur dhe i mbyllur përsëri. Nuk dukej si diçka e bërë nga fabrika. Pak më vonë, një orë pas dozës, të qarat filluan përsëri. Në atë moment Renata ndjeu se nuk ishte më thjesht një punonjëse që pastronte një shtëpi të madhe. Ajo ishte e vetmja që dukej se e kuptonte britmën e heshtur të atyre fëmijëve, dhe për herë të parë, ndërsa dëgjonte dëshpërimin e Rafailit që shpërthente në korridor, një mendim i tmerrshëm ju formua qartë në mendje. Po sikur personi që duhej t'i shpëtonte vajzat të ishte pikërisht ai që po i shkatëronte? Renata sillai vuri re diçka që nuk e kishte parë më parë. Ishte një detaj i vogël, pothuajse i padukshëm për çdo tjetër, por për dikë që kalonte ditët duke pastruar çdo cep të shtëpisë, gjërat e vogla nuk kalonin pa u vënë re. Mjekja mbante gjithmonë dy çanta. Njëra ishte çanta mjekësore zyrtare, elegante dhe e organizuar, siç pritej nga një profesioniste. Tjetra ishte një çantë e vogël termike, e zezë, që ajo nuk e linte kur larg vetes. Renata ju afrua Suelës në kuzhinë dhe foli me zë të ulët, sikur edhe muret mund të dëgjonin. A e pe çantën termike që mbante sot? Suela ngriti vetullat. Sigurisht që e kishte parë. Ajo shite gjithçka në atë shtëpi. E pash. Por pse një mjeke do sillte një çantë të tillë këtu? Renata tunte kokën. Ilaçet normale nuk kishin nevojë për ftoje speciale, të paktën jo ato që supozohej se merrnin foshnjat. Dyshimi u bë më i rënd në ajër. Në atë moment në kuzhinë hyri Rafail Ferazi. Për herë të parë pas shumë ditësh ai dukej më i qetë. Syt nuk i ishin më aq të errët dhe zëri kishte një shpresë të brishtë. Nuk e besoj ende që vajzat fjetën gjithë natën, tha ai, pothuajse duke buzëqeshur. Suela u përgjigj me kujdes, duke fshehur mendimet e saj. Po, zotëri, ishte shumë mirë. Ai shpjegoi se mjekja kishte thënë se ilaçi i ri më në fund po funksiononte. Renata dhe Suela shkëmbyen një shikim të heshtur. Ato e dinin të vërtetën. Nuk ishte ilaçi që kishte funksionuar. Ishte mungesa e tij. Renata mori guxim dhe foli. Zotëri Rafail, nuk ju duket e çuditshme që ato u përmirësuan pikërisht kur nuk morën dozën e natës? Ai u ndal. Kujtesa i u kthye ngadalë. Është e vërtet nuk u adhash. Harrova plotësisht. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Suela ndërhyri me kujdes. Ajo tregoi se kishte vënë re një model. Sa herë që mjekja prekte shishen e ilaçit, një orë më vonë binjaket fillonin të bërtisnin më fort. Rafaili u tensionua. Nuk donte të besonte se dikush që kishte shpëtuar vajzat e tij në lindje mund të bënte diçka të tillë. Por dyshimi kishte hyrë tashmë. Kur të qarat filluan përsëri nga kati i sipërm, ai u ngrit për të marrë ilaçin. Renata e ndaloi. Vetëm sot provoni pa e dhënë. Ai hezitoi gjatë, i ndarë mes besimit ndaj mjekes dhe asaj që kishte parë me sytë e tij. Në fund pranoi. Gjatë mëngjesit ndodhi diçka që askush nuk e priste. Elena dhe Sofia u qetësuan vetë. U sheheshin normalisht, flinin kur lodheshin dhe qeshnin lehtë kur babai i mbante në krah. Ishte sjellja e zakonshme e foshnjave të shëndetshme. Kur telefoni ra dhe Kasia e pyeti nëse ilaçi ishte dhënë, Rafaili gënjeu për herë të parë. Po, tha ai. Pasi mbylli telefonin, pranoi se donte të ishte i sigurt përpara se të akuzonte dikë. Vendosën ta testonin ilaçin. Pas dite, kur mjekja erdhi, të tre pritën me ankth në katin e poshtëm. Ajo qëndroi vetëm pak në dhomën e foshnjave dhe u largua duke thënë se kishte aplikuar dozën. Menjëherë pasi ajo doli nga shtëpia, ata vrapuan lart. Në fillim gjithçka dukej normale.
Pastaj Rafaili vuri re sytë e vajzave. Ishin të hapur më shumë se zakonisht të zbrazët, sikur shikonin përtej mureve. 15 minuta më vonë filloi e qara. Jo një e qare e zakonshme, por një britme e dëshpëruar që i bëri të tre të ngrinin gjakun. Tani jam i sigurt, tha Rafaili me zë që dridhej nga zemërimi. Dikush po i helmon. Ai telefonoi menjëherë një mjek tjetër për analiza. Ndërkohë Renata pa nga dritarja dhe ngriti dorën në gojë për të mos bërtitur. Pas një peme në kopsh qëndronte Kasia duke vëzhguar shtëpinë. Ajo i kishte dëgjuar. Pak minuta para ardhjes së mjekut të ri, telefoni ra përsëri. Ishte policia. Kishin marrë një denoncim anonim se një punonjëse e shtëpisë po jepte ilaçe të kontrolluara pa autorizim. Rafaili u zbe. Kur patrullat mbërritën, gjithçka ndodhi shumë shpejt. Policët hynë në dhomën e foshnjave dhe kërkuan përgjegjësin. Kasia u shfaq në derë si shpëtimtare. Ajo pretendoi se kishte zbuluar prova kundër Renatës. Nxori një shishe ilaçi të ndaluar dhe një recetë të falsifikuar me emrin e saj. Renata mbeti pa frym. Nuk është e imja. Askush nuk e dëgjoi. Ajo u mor nga policia ndërsa Kasia i kërkonte falje Rafailit me një ton të butë, duke pretenduar se po mbronte vajzat. Në qeli, nata ishte e gjatë dhe e ftohtë. Renata u përpoq të shpjegonte, por askush nuk besonte. Edhe nëna e saj erdhi vetëm për ta akuzuar. Turpi kishte mbërritur para saj në lagje. Avokati publik foli për prova të forta dhe vite burg. Edhe ai duke i bindur për fajsinë e saj. Kur një e burgosur tjetër e pyeti për krimin, fytyra e saj u errësua sapo dëgjoi për foshnjat. Të prekësh fëmijë është serioze këtu brenda. Renata kaloi natën duke menduar për Elenën dhe Sofin. Të shtunën në mëngjes erdhi lajmi më i tmerrshëm. Binjaket ishin në terapi intensive. Konvulsione, temperaturë e lartë. Mjekët dyshonin për mbidos ilaçesh. Ajo bërtiti duke kapur hekurat e qelisë. Nuk kam dhënë asgjë. Askush nuk dëgjoi. Në spital, Rafaili ecte pa ndalur në korridor ndërsa vajzat luftonin për jetën. Kasia e qetësonte duke thënë se ishte efekti drogës që pastruesja u kishte dhënë për javë të tëra. Ai e besoi, sepse nuk kishte tjetër këtë besonte. Por ajo që ai nuk dinte ishte se në atë moment Kasia po injektonte doza edhe më të mëdha stimuluesish në trupat e vogla të foshnjave. Plani i saj ishte i ftohtë dhe i saktë. Sa më keq të bëheshin vajzat, aq më shumë ai do të varej prej saj. Dhe kur ajo t'i shpëtonte në fund, ai do të binte në gjunjë nga mirënjohja. Rasti i Renata Silajës ishte bërë lajm kombëtar. Brenda pak ditësh emri i saj ishte përhapur në çdo kanal televiziv, në çdo portal lajmesh dhe në çdo ekran telefoni. Historia e pastrueses që kishte helmuar binjaket e një biznesmeni të pasur ishte kthyer në një spektakël publik zemërimi. Fotografia e saj shfaqej kudo, gjithmonë e njëjta, e marrë nga dokumentet e punësimit me një buzëqeshje të thjeshtë që tani dukej pothuajse ironike përballë akuzave monstruoze që rëndonin mbi të. Para komisariatit grumbulloheshin njerëz çdo ditë. Disa mbanin pankarta, të tjerë vetëm britma. Dikush bërtiste nga jashtë se ajo ishte një vrasëse foshnjash. Të tjerë kërkonin burgim të përjetshëm. Zëri i turmës depërtonte deri në korridoret e ftohta të ndërtesës dhe arrinte në qelin ku ajo qëndronte e mbledhur në një cep me gjunjët pranë gjoksit. Jeta e saj ishte kthyer në një ferr publik. Ndërsa ajo trajtohej si përbindësh, personi që kishte bërë gjithçka vazhdonte të shihej si heroin, gruaja që luftonte për të shpëtuar fëmijët. Mendimi më i rënd nuk ishte urrejtja e njerëzve, por fakti që Elena dhe Sofia ndodheshin ende në duart e asaj që i kishte helmuar. Në errësirën e qelisë ajo pëshpëriti një lutje të thjeshtë. Nëse Zoti ekzistonte, të paktën të mbronte ato foshnja. Ato nuk kishin faj për asgjë. Në të njëjtën kohë, në anën tjetër të qytetit, dikush po fillonte të bënte pyetje që Kasia Drumi nuk i kishte parashikuar. Në spitalin Shën Jozefi, në agimin e së dielës, Rafail Ferazi nuk ishte larguar nga vajzat për më shumë se një ditë e gjysmë. Karrigia pranë inkubatorëve ishte bërë vendi i tij i vetëm. Elena dhe Sofia qëndronin në kujdes intensiv pediatrik, të lidhura me monitor që lëshonin tinguj të mbret çdo disa sekonda. Temperaturat nuk po binin dhe konvulsionet vinin në val të vogla që e bënin çdo minutë të dukej si një orë e tërë. Ai pyeti mjekun përgjegjës, doktor Martinin, për gjendjen e tyre.
Përgjigjja ishte e kujdesshme. Ato ishin stabile, por ende në rrezik. Duhej pritur analiza toksikologjike. Trupi I tyre duhej të eliminonte vetë substancën që kishin marrë. Rafaili Mezi qëndronte në këmbë nga lodhja. Nuk kishte ngrënë, nuk kishte fjetur dhe mendimet I përplaseshin në kokë si stuj. Kasia u shfaq me një filxhan kafeje në dorë, duke u përpjekur të dukej e kujdesshme dhe e përkushtuar. Ajo I tha të pushonte, të kishte besim tek ajo. Ai e pyeti si mund të ishte kaq e sigurt. Ajo tha se kishte parë raste të ngjashme. Ishte një gënjeshtër. Sepse askush tjetër nuk kishte krijuar atë situatë përveç saj. Pak më vonë erdhi Suela, e cila kishte marrë leje për t'i vizituar foshnjat. Ajo pa fytyrën e lodhur të Rafailit dhe e pyeti për Renatën. Ai u tërhoq. Pas asaj që thuaj për të, nuk kishte pasur forcë ta vizitonte. Suela foli me kujdes. Ajo tregoi se kishte parë mënyrën si Renata kujdesej për vajzat. Nuk kishte parë kur aq dashuri tek dikush që nuk ishte familje. Ai përmendi provat. Ajo u përgjigj se provat mund të falsifikoheshin, por zemra nuk gënjente. Pyetja që ajo bëri më pas ndryshoi gjithçka. Që kur Renata ishte arrestuar, vajzat kishin përmirësim apo përkeqësim? Ai u shtang. Ato kishin përkeqësim. Nëse ajo ishte fajtore, pse gjendja ishte bërë më e rëndë pa të? Kasia ndërhyri menjëherë me autoritet mjekësor, duke shpjeguar se trupi kishte nevojë për kohë për të eliminuar substancat. Por dyshimi kishte hyrë tashmë në mendjen e tij. Më në fund ai vendosi të takonte Renatën. Në sallën e vizitave të komisariatit ai Mezi e njohu kur ajo hyri. Në pak ditë ishte dobësuar, ishte zbehur dhe sytë ishin fundosur nga netët pa gjumë. Ajo pyeti menjëherë për vajzat. Ai u habit pse ende kujdesej. Sepse I donte më shumë se çdo gjë tjetër. Ai nuk pa urrëtie në fytyrën e saj. Vetëm dhimbje. Renata tregoi gjithçka. Modelet që kishte zbuluar me Suelën, shishet e hapura, përkeqësimin pas çdo doze. Ai kujtoi të enjten kur nuk kishte dhënë ilaçin dhe vajzat kishin fjetur për herë të parë. Dyshimi u kthye në frikë. Kur u kthye në spital, doktor Martini I tha se vajzat po përmirësoheshin ngadalë. Temperatura kishte rënë. Pa trajtimin e mëparshëm, ai bëri një pyetje teknike. Nëse një stimulues ndalej, a do të përmirësohej gjendja? Po. 2 ose 3 ditë zakonisht mjaftonin. Në atë moment pjesët filluan të bashkoheshin në mendjen e tij. Rezultatet toksikologjike mbërritën të martën në mëngjes. Amfetamin në gjakun e foshnjave. Një stimulues I fortë që shkaktonte pikërisht simptomat që ato kishin pasur. Dhe nivelet tregonin përdorim të rregullt për muaj të tërë. Vetëm mjekët kishin akses në atë substancë. Kur Kasia u përball me faktet, ajo u zbe. Fillimisht fajsoi Renatën, por analiza tregonte aplikime të fundit, edhe pasi ajo ishte arrestuar. Kur doktor Martini përmendi kamerat e sigurisë që e kishin filmuar duke injektuar diçka gjatë natës, mbrojtja e saj u shem. Në dhomën e sigurisë ajo më në fund pranoi. E kishte bërë nga dashuria. E donte Rafailin prej vitesh. Mendonte se duke u bërë e pasvendësueshme për vajzat, ai do ta shite si shpëtimtare. Ajo kishte llogaritur dozat. Nuk donte t'i vriste, vetëm t'i mbante të varura prej saj. Kur Renata I kishte qetësuar foshnjat, xhelozia e kishte shtyrë të rrite dozën. Rafaili u drodh nga zemërimi. Ai e quajti çmenduri. Policia e arrestoi për tentativë vrasjeje. Menjëherë pas kësaj ai kërkoi vetëm një gjë. Të nxirrte nga burgu një person të pafajshëm. Në mëngjesin e së mërkurës ai qëndroi në komisariat duke plotësuar dokumente pafund. Edhe me rrëfimin e Kasias, procedurat nuk ishin të thjeshta. Më në fund u dha urdhri për lirimin. Kur Renata doli nga qelia, mbante vetëm një qese plastike me sendet e saj personale. 5 ditë që ishin dukur si 5 vite kishin lënë gjurmë në trupin dhe shpirtin e saj. Ajo nuk e dinte ende se jashtë po e priste një e vërtet që do të ndryshonte gjithçka. Sepse këtë herë dikush kishte ardhur jo për të akuzuar por për t'i kërkuar falje. Renata Silaj doli nga korridori I komisariatit duke mbajtur në duar një qese plastike të hollë me pak gjërat që kishte pasur me vete kur ishte arrestuar. Ishte gjithçka që I kishte mbetur nga jeta e saj e mëparshme. Kur pa Rafail Ferazin duke e pritur pranë derës, ajo ndaloi.
Nuk buzëqeshi. Nuk kishte as lehtësim në fytyrën e saj. Vetëm lodhje dhe një plag e thellë që nuk shërohej dot kaq shpejt. Ai u afrua me kujdes, sikur çdo hap mund ta largonte përsëri prej tij. Je e lirë tani, tha ai me zë të ulët. Kasia ka rrëfyer gjithçka. Ajo pohoi lehtë me kokë. Delegati më tregoi. Ai shtoi se ishte zbuluar se mjekja kishte helmuar vajzat dhe se Renata kishte pasur të drejtë që në fillim. Një buzëqeshje e shkurtër kaloi në fytyrën e saj, por ishte bosh. Po, kisha të drejtë. Por ju i besuat asaj për muaj të tërë dhe mua asnjë ditë. Fjalët e saj e goditën më fort se çdo akuzë. Ai kërkoi falje, por ajo tunte kokën. Ju nuk gabuat vetëm. Ju shkatëruat jetën time. Nëna ime tha se për të unë kisha vdekur. Televizioni më quajti helmuesen e foshnjave. Ai premtoi se do ta rregullonte gjithçka, por ajo e pyeti si mund të rregullohej feri që kishte kaluar. Si mund ta kthente dashurinë e nënës apo dinjitetin që kishte humbur. Nuk kishte përgjigje. Ajo e falenderoi që e kishte nxjerrë nga burgu, por tha se donte vetëm të kthehej në shtëpi dhe të mblidhte copat e jetës së saj. Kur ai përmendi vajzat dhe mungesën që ndjenin për të, ajo ndaloi për një moment. Ato po përmirësoheshin çdo ditë. Ishte mirë ta dëgjonte këtë. Ai kërkoi të kthehej, por ajo refuzoi. Nuk i besonte më. Dhe u largua duke e lënë vetëm në trotuar, ndërsa ai kuptonte se falja nuk fitohej me fjalë. Pas një jave këmbënguljeje, ajo pranoi të kthehej, por me kushte të forta. Nuk do të jetonte më në vil dhe nuk do të ishte më pastruese. Do të kujdesej për vajzat vetëm gjatë ditës dhe çdo mbrëmje do të kthehej në shtëpinë e saj. Kërkoi pagë më të lartë dhe distancë personale. Ai pranoi gjithçka pa diskutim. Ditët e para ishin të ftohta. Ajo vinte në orën e saktë, kujdesej për Elena dhe Sofia me dashuri të pakufishme, por me të fliste vetëm për gjëra të domosdoshme. Një përshëndetje e shkurtër në mëngjes, një raport i thjeshtë për ushimin apo gjumin e vajzave dhe asgjë më shumë. Megjithatë foshnjat ndryshuan menjëherë. Filluan të flinin më mirë, të qeshnin më shpesh dhe të zhvilloheshin shpejt. Shtëpia u mbush përsëri me jetë. Por Renata nuk ishte mirë. Ai e pa disa herë duke u zgjuar nga gjumi në divan e trembur nga makthet. Sirenat e policisë e bënin të ngrinte kokën me frikë. Një ditë një gazetar erdhi në portë dhe ajo u zbe si letër. Ai e largoi gazetarin dhe e gjeti duke u dridhur në banjë. Ajo kishte frikë se media do ta ndiqte kudo. Ai ofroi të paguante siguri për të. Ajo refuzoi duke e quajtur bamirësi. Ai pranoi për herë të parë se ishte përgjegjës për gjithçka që kishte ndodhur. Muaji i dytë solli ndryshime të vogla. Ndonjëherë ajo harronte të ishte e ftohtë dhe përgjigjej normalisht. Fliste për përparimin e vajzave, për mënyrën si Elena përpiqej të zvarritej ose si Sofia qeshte pa arsye. Një ditë ai e gjeti duke qarë në kopsht. Një grua në treg e kishte treguar me gisht para nipit si helmuesen e foshnjave. Ai ndjeu faj të thellë. Vendosi të fliste publikisht. Intervista që dha ndryshoi gjithçka. Ai tregoi të vërtetën, kërkoi falje publikisht dhe e quajti Renatën një grua të ndershme që ishte viktimë e një krimi. Ngadalë opinioni publik filloi të ndryshonte. Pak më vonë në vil erdhi nëna e saj, Marcia Santos. Ajo kërkoi falje mes lotësh, duke pranuar se kishte gabuar. Renata nuk mundi ta falte menjëherë. Dhimbja e braktisjes ishte ende e freskët. Por ishte hapi i parë drejt pajtimit. Muajt kaluan dhe marrëdhënia mes saj dhe Rafailit ndryshoi pa u kuptuar. Bisedat u bën më të gjata. Ai filloi ta shihte jo vetëm si kujdestare, por si grua të fortë dhe të ndjeshme. Një pasdite ajo tregoi për fëmijën që kishte humbur vite më parë. Një djalë që do ta quante John. Ai kuptoi për herë të parë pse akuzat kishin qenë aq shkatërruese për të. Në festën e 6 mujorit të vajzave, ai e pa duke qeshur sinqerisht për herë të parë dhe kuptoi se ishte dashuruar. Muajt e 5 dhe të 6 sollën afrim të ngadaltë. Pyetje personale, rrëfime të vogla dhe heshtje të rehatshme. Një mbrëmje ai pranoi se kishte rënë në dashuri me të. Ajo kishte frikë të besonte përsëri. Por edhe ajo ndjente të njëjtën gjë. Kur vajzat mbushën 8 muaj dhe filluan të thoshin fjalën mama duke e parë drejt në sy, ajo nuk mundi t'i mbante lotët.
Ai I premtoi se këtë herë do të luftonte për të dhe për familjen që po ndërtonin. Ajo pranoi të provonin. Një vit më vonë u martuan në të njëjtin kopsht ku gjithçka kishte filluar. Ceremonia ishte e vogël dhe e mbushur me emocione. Elena dhe Sofia vraponin me hapa të pasigurt mes luleve, ndërsa Suela dhe Marcia shikonin krenare. Gjatë betimeve vajzat bërtitën mama dhe të gjithë qeshen. Atë natë, ndërsa binjaket flinin të qeta, Renata kuptoi se familja nuk ishte vetëm gjaku, ishte zgjedhja për të dashur. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ajo ndihej vërtet në shtëpi.